ish komandanti ushtrisë qeveritare të Kosovës të zonës operative të Drenicës, tash komandanti zonës e parë të Temekes, para jush General Major Samil Ushtaku flet për rrugën e lavdishme të ushtrisë qeveritare të Kosovës. Të dashur bashkëqytetarë, veteran të UÇK-s, pjesëtarë dhe prorë të TMK-s, qytetarë të nderuar të Klinës, sot jemi bashkë këtu për të shënuar 1 vjetorin e triumfit të UÇK-s mbi okupatorin serb dhe hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë. Aleatit më të çmuar të luftës sonë, sot këtu në këtë krend na mungojnë më të dashurit tanë. Dhembja është e madhe për kujtimin dhe krenaria për ta janë të përjetshëm. Ata janë nderi ynë, nderi i historisë sonë. Ata janë drita e tashme dhe e ardhshme e Kosovës. Lavdia e përjetshme atyre dhe juve që pati dhe bijat e tilla, respekti dhe nder të veçantë. Të nderuar qytetarë të Klinës, tash e 1 vit ju nuk jetoni më në anktin e frikës dhe të merrit. Nuk jetoni më në ikje dhe vdekje, edhe pse ende nuk i kemi numëruar të vdekurit. Falë mundit tuaj, falë që ndresës e pa shembull që treguat gjatë gjithë luftës, falë sakrificës dhe gjakut e derdhur të aq shumë dëshmorëve, falë luftës titanake të UÇK-s, falë ndihmës së SBA-ve dhe NATO-s dhe shteteve përparimtare të botës. Kur e nisëm luftën, ishim thellë të bindur se do të kemi përkrajën dhe ndihmën tuaj, edhe pse forcat e caktuara nga brenda jashtë bënin shmos për të futur hile në mesin tuaj dhe tonën duke quajtur UÇK-n si krijesë të Beogradit dhe të Miloševićit, arkanit e kujve tjetër, por këto nuk pinuin, sepse ishin bijat dhe bijat tuja që kishin bërë UÇK-n, e cila kishte nisur luftën e shenjtë për shtërim kombëtar. Pra, vendosmëria juaj e bëri ushtrim tonë edhe më të vendosur për të kurorzuar luftën e saj me lirinë të cilin e kemi nisur ta përjetojmë tash në vit. Të nderuar qytetarë, lufta dëmtoi shumë, na mori më të dashurit tonë, na shkatroi pasurinë dhe armiku mundua të na zhvin nga paqja e dhënë, por nuk i arriti qëllimin. Dhe jemi të vetëdijshëm se gjithë kjo e bën çmimin e lirisë, të cilin aq shumë e dëshiruam dhe të cilin e kemi nisur ta ndërtojmë dhe ta forcojmë tani. Rrugën që nisëm dje me UÇK-n, me në krye komandantin legjendar Adem Jasharin, jemi duke vazhduar sot po aq të bindur dhe të vendosur për ta ndërtuar dhe rindërtuar Kosovën, për ta forcuar lirinë, për ta ndërtuar një rend të vërtet demokratik, për të krijuar paqen dhe mirëqenien për popullin e Kosovës. Garancë e kësaj janë institucione shtetore që kemi nisur të ndërtojmë bashkë me aleatë tonë dhe bashkëtim ndërkombëtare, e në veçanti garancë për këtë janë trupat mbrojtës të Kosovës, forcë ushtarake e tashma edhe jashtë e shtetit të Kosovës. Shfrytëzoj këtë rast që të bëj apel tek ju që ashtu siç ishit të bashkuar rreth luftës tonë shpirtare, sot e jemi edhe me të afër me njëri tjetrin për të shëruar plagët bashkarisht, për të rikembur bashkarisht, dhe jemi të bindur se ata që patën guximin dhe dije ta bëjnë luftën dje, sot janë edhe më të vendosur dhe me përvojë për të quar deri në fund amonetin atyre që ranë në altarin e lirisë. Ne jemi mes të vendosur të mbrojmë frytet e luftës, dhe askujt nuk do t'i lejohet të luajë dhe të shkel vigjakun e derdhur të Muj Krasniqit, Veçir Gashit, Albert Alitit dhe shumë dëshmorë të tjerë të kësaj jave. Për të realizuar interesat personale, grupore, klanore, sot më shumë se kur duhet t'i themi stop përpjekjes organizuar për të zhgërsuar luftën tonë, dhe ne e dim se kjo përpjekje vjen nga të njëjtit njerëz dhe nga çarqet që edhe dje ishin kundër dhe na sabatonin. Ne nuk harrojmë edhe pse heshtin. Recidivizmi tyre është i pafalshëm. Aq më tepër sot kur ende jemi duke hapur varre, ende kemi mirat e burgosur dhe të humbur, dhe kur ne dhe bashkia ndërkombëtare kemi bërë fare pak për ta.